Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Të dashur vëllezër të nderuara motra televizikues të podcastit Al Falah të Xhamis Al Falah. Si çdo të diell ashtu edhe sot, bashkë me moderatorin vëllaun tim Dardan Gashi, i cili ndan kohë, mund, kontribut për të kalu disa qaste, momente, minuta bashkarisht për t'i ndarë disa mesazhe bashkë me ju, edhe ku shpresojmë se këto mesazhe do të jenë të dobishme për të gjithë ne. Valla Dardan, selam aleikum. Aleikum selam të lasha. Mirë se u takuam përsëri edhe sot. Mirë se të gjejta përsëri. Është pagës, mendoj pak është shumë kontradikte na du kur t'i shohësh podcastet, kretë podcastet si fillojnë moderatorët, e këtu tash normal fillojmë kundërta, filloj une. Po. Qashtu ma ke propozuar, qashtu ke dëshiru dhe unë i respektoj ato propozime dhe dëshirat, duke pas parasysh se ka ndonjë urtësi në këtë, se jo gjithçka xhallarë dinë. Kështu që Dardan, Allah ju shpërbleft për mendimet, idejet dhe kontributin, edhe të gjithë vëllezërit e tjerë, si çdo emision dhe këtë emision në fillim shfrytëzojmë rastin t'ju themi faleminderit të gjithë vëllezërve të cilët kontribuan dhe kontribojnë për të realizuar këtë projekt të rëndësishëm, podcastin të Xhamis Al Falah. Falenderojmë sponsorin general Kotoritek, të cilët sponsorojnë podcastin Al Falah, gjithashtu një djalë i ri, Gjemilin, i cili është sponsor gjithashtu i podcastit Al Falah, si dhe dy sponsorët, kërkoj falje, dy sponsorët anonim, të cilët nuk deshin që të shfaqim emrat e tyre. Njëri është nga Gjeneva, e tjetri është një haxhi, Allah i rujt i shpërbleft. Do ta cekja Gjeneva se kemi advokat, mos të harrojmë, do ta ceki, po dëshiron çdo herë të jetë anonim dhe është një prej donatorëve, prej vëllezërve që në shumë projekte dhe raste të ndryshme ndihmon xhamin ton. Allah i shpërbleft me xhenet dhe të gjithë të tjerë të cilët kanë kontribuojnë dhe do të kontribuojnë dhe dera për të qenë sponsor të podcastit Al Falah, që konsiderohet një sadaka rrjedhëse, është e hapur, andaj kështu që shfrytëzoj rastin të bëj thirrje të gjithë vëllezërve motra të cilët dëshirojnë që të sponsorojnë podcastin Al Falah, munden që ta kontaktojnë vëllaun moderatorin Dardanin ose mu, ose të na shkruajnë privat ose të ju kontaktojnë përmes messengerit të Instagramit, kështu me radhë. Dardan, me çka do ta kalojmë ose çfarë teme ke zgjedhur për sot që ma ke propozuar që ne do ta kalojmë këtë ditë? Së pari është Allah shpërbleft për fjalët që ti ceke. Amin. Kisha dëshirë të shtoj për sponsorët se çu na ka treguar në episodin frangësisht, episodin e parë të sezonit të dytë, vëllau Ejub, i cili thotë që sponsori është financimi për një sponsorit është besimi në projekt. Për atëherë është sadaka rrjedhëse, po është edhe një besim që ky projekt është i mirë, kështu që kush ka mundësi, normal me mundësia kush mundet me kontribu, është një sadaka dhe është një besim ndaj projektit tonë, që në pëmonohëm, domethënë me çun stam, me realizu. Hoxhë, në episodin e kaluar kemi fol do të thotë për çka është në kohën e sotë musliman i mirë, çka do të thotë? Po, vazhdimësia e episodit të pjesës së parë. Bismillah, filloj me pyetjen e parë. Çfarë roli kanë respekti, drejtësia dhe ndershmëria në punë, biznes dhe familje? Ato janë pjesë, pra drejtësia, respekti, ndershmëria janë pjesë thelbësore të fesë islam. Muslimani nuk mashtron. Po ka që mashtrojnë, çka tjetër nëse e bon. Por kur folim për muslimanin, hakikat që ka i thëmë për muslimanin, vërtet, muslimani nuk mashtron dhe nuk duhet të mashtron. Muslimani nuk tradhton. Muslimani nuk bën padrejtësi. Pse? Për shkak se gënjeshtrën, mashtrimin, tradhtin, padrejtësinë, këto e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Me të vërtetë Allahu urdhron në drejtësi, bamirësi dhe ndihmë ndaj të afërmve. Urdhron kur bëhet e kundërta e asaj që Allahu ka urdhëruar ose me të cilën na ka obliguar, kjo është
haram. Pra në çdo gënjeshtër, çdo mashtrim, çdo padrejtësi është haram dhe për të cilën njeriu do të llogaritë, do të pyetet para Allahu subhanahu wa taala, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghashana falaysa minna", kush mashtron nuk është prej nesh. Pra, është larg rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që janë pjesë thelbësore dhe çdo musliman që e ndjen veten si musliman, përkatës i fesë së Allahut subhanahu wa taala, duhet të ketë kujdes se mashtrimet, gënjeshtra e tij ndikojnë negativisht dhe jep një imazh, një pamje të keqe fesë islame dhe muslimanëve në përgjithësi. Dhe ja muslimani si është. Ja muslimani. Pra, por a ka njerëz musliman përkatës të fesë që po ka, kjo është, po ai vazhdon të jetë musliman. Ai përsëri është musliman, por për shkak të dobësisë së fetarisë së tij, për shkak të dobësisë së imanit, i bën këto gjëra të ndaluara të cilat Allahu ja ka ndaluar. Nëse ai i bën gjëra tek këqija, nuk do të thotë se ajo është fe, se ajo është fe islami, jo fe islami ja ka ndaluar ato gjëra, po ai për shkak të dobësisë së fetarisë së tij i bën këto gjëra. Do të shpërbleft. Bashkë me ty. Gjithashtu edhe në këtë pikë, se lidhe me punë, biznes, korrigjoni nëse kam gabim, e kam pas dëgjuar një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. ku thek se muslimani duhet me qenë i lehtë si shitës apo blers. E sot mundëm me vërejt se ka herë nuk jemi të lehtë, as në shitje, as në blerje, do të thotë në tregti. Ajo që nuk jemi të lehtë, ose një vëllezër të cilët mirë me shit blerje dhe nuk janë të lehta as në blerje as në shitje, është pikëpari për shkak të dashurisë dhe lishmërisë të fortë me dynjan dhe tentimit maksimal për të bërë pasanik për një kohë shumë të shpejtë. Kjo është një dhe dy, gjithashtu edhe mashtrimi gënjeshtra në shitblerje i bën që të jenë të vështire, të rëndë e mos të jenë të lehtë. Kështu që vend që ta nxjerrë atë mirën në fillim ta shese, e nxjerr të keqen. E mbulon të mirën. Njerë ta heqe prej dorës të keqen. Pra, jo të afron të mirën njerëzve, po afron të keqen. Një gjë që në islam nuk lejohet. Pra, fatkeqësisht njerëzit në mënyra dhe forma të ndryshme mundohen të arrijnë qëllimeve të atyre, pra të kësaj dynjaje për të bërë të pasur, për të pasur pasuri, për të poseduar pasuri, në forma mënyra të ndryshme, po pa marrë parasysh ajo a bon, as bon, pa marrë parasysh a është ndam të tjetrit apo nuk është ndam të tjetrit. Kështu që fe islame nuk i lëm këtë gjëra. Do shpërbleft. Bashkë me ty vëllai. Si duhet të sillet muslimani me njerëzit që kanë besim ose bindje të tjera? Si është sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ne modeli më të mirë për sjelljet me të tjerët, për mënyrën e jetesës, për sjellje me familje, me të afërm, me modelin më të mirë në gjithçka e kemi Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Pra sillet me drejtësi, sillet me respekt, me sjellje mirë, por pa dyshimi pa hequr dorë nga besimi, në atë që beson edhe e don njeriu dhe është i bindur se është e vërteta. Por Islami, feja na urdhëron që ne të sillemi mirë dhe të japim shembull të tjerëve se si duhet të jetë një musliman me sjellje, me moral, me karakter, duke i dhënë rëndësi edhe fjalës së Omerit radhiyallahu anhu ku thotë kunu duatul islami bisamt, bëhuni thirrës të fesë islame me heshtje, i thanë shokët e vet si me heshtje, tha bi husni khuluqikum, me sjelljen tuaj të mirë, me moralin tuaj. Pra, në kështu duhet i thirrim edhe të tjerët në të vërteta, në rrugën e drejtë të vërtetë, në fen islam, asaj që i përkesim dhe mendojmë se është e vërteta. Pra me sjellje të mirë, me respekt, drejtësi, e ju duke u bërë pa drejtësi të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa ishte i drejtë ndaj përkatësve të feve të tjera. Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam silleshte mirë me të tjerët. Edhe vetëm që kishin dëgjuar për drejtësinë e tij, dëshironin që ta pranojnë fenë islame. Thot Allahu subhanahu wa taala, Allahu nuk ju ndalon juve të silleni mirë dhe me drejtësi ndaj atyre që nuk u luftojnë fenë juve. Pra Allahu këtë nuk u ndalon, ti duhet të sillesh mirë. E kemi parasysh në vendet në të cilat ne tash jetojmë dhe bashkëjetojmë me të gjithë, domethënë edhe fe të ndryshme, ne si përkatës të fesë islame duhet të jemi shumë të kujdesshëm në sjelljen tonë.
sa njerëz kanë pranuar Islamin duke deklaruar se pranoj Islamin për shkak shokut tim, kolegut tim në punë që shumë sillet mirë, shumë sillen e ka të mirë si musliman. I tillë duhet të jetë muslimani. I tillë duhet të jetë me prindërit e tij, me familjarët e tij, me kushit e tij, me të tjerët edhe me fe tjera. Pra muslimani është i butë, është i qetë, është i qëndrueshëm, po është i butë, është i ndershëm, është besnik, nuk tradhton, nuk gënjen, është i drejtë. Pra kjo është ajo me të cilën na urdhëron Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra silleshte me drejtësi edhe me jo muslimanët, pra me përkatësitë e feve tjera. Gjithashtu pranonte marrëveshje me ta, siç është edhe marrëveshja Hudejbijes që e bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që të jemi të kujdesshëm me sjelljet tona dhe mos lam gjurma dhe pamje të këqija për ne si musliman dhe fesë tonë, se feja jonë vazhdon si fe të jetë e pastër, e drejtë, e vërtetë dhe jo nuk dyshon. Pa marrë parasysh ne çka bëjmë, por ne mund të jemi shkaktar për devijimin e të tjerëve, mund të jemi shkaktar për largimin e të tjerëve nga feja e Allahut te bareke ve teala për shkak të veprimeve tona të pahishme dhe jo të mira. Do është përblidh thuj. Me gjithë ty vëllai. Amin. Edhe një e tregon tash ngjalin se jemi na dhe duke jetuar me shumë persona të origjinë ndryshme dhe feja Në ndryshme. shoqëritë e feve tjera. Dhe këtë nuk e tham me asnjë mënyrë arrogancë apo me mallësie, po vetëm një shprehje nga një eksperiencë. Me të vërtetë, vëllai kur kam qenë në ushtri, tash ato kam qenë me, domethënë, shumë njerëz të ndryshme. Pra sa kohë e kryt? Që tash janë Se ne kemi bon do emisione gjatë tash janë bon 2 muaj. bile dhe flokët nuk i ke pas. Me flokët e hequra, kështu që aty mund ta dinë vëllezërit ka qenë kohë periudha e Po ushtrisë. tash 2 muaj që e kam përfundu. Okej. Edhe në gjithë ato momente, se që kemi cekë edhe në epizodat më hershme, jam mundu gjithherë me përsill udhën teme, si një musliman, do shta me thonë standard, se tash Allah e din se ka nivelin tonë se ku jemi me iman, po në fillim me disa persona ko mujt me vrejt se janë ko matë mbyllë ndaj fejës islame. Po me ku... Për shkak të paragjykimeve Për shkak të paragjykimeve. Edhe me ku pastaj janë hop shumë ma shumë ndaj meje. Çka i ka shti? Mund të më Afërsia, po. muhabeti, vetë se ata kanë nis ta kuptojnë dhe ta shohin se sepse ti përfaqëson ke parasysh pra ata i përfaqësues si fesë islame me muhabetin me sjelljen. Edhe për atë të tham se nuk e tham me namasi, për mua është një sjellje normale, ndoshta për ta ka qenë një sjellje e mirë. Dhe me atë edhe është e mirë, po është edhe për mua mërzit. Pse se nëse ata kanë mujtë mi pas ata paragjykime për një sjellje që ne e llogaritëm se një sjellje normale, që është standarde sipas muslimanit, atëherë kjo do të thotë se qysh sjellin të tjerë musliman ndoshta. Dhe qysh e përfaqësojnë fenë islame. Ose çfarë imazhi tregojnë se që ai person me kon ashtu mu çudit me një sjellje që është bazike. E para të tham se nuk e tham me namasi apo arrogancë, po vetë kum vrejt këtë edhe në një mënyrë më ka gëzu pse ai person u afru, po edhe në një mënyrë më ka mërzit se thosha do të thotë se den këtë pikë disa persona na aprujnë imazhin tonë. Dardan vëllem në mes nesh sjellja e mirë, sjellja e keqe ndikon te çdo individ. Sjellja jote e keqe i lot prindrit e tu. Sjellja jote e mirë i kënaq prindrit e tu. Sjellja jote e keqe i largon njerëzit prej teje. Sjellja jote e mirë afron njerëzit afër teje. Sjellja jote e keqe të dëmton në biznes, në dituri, në gjithçka. Pra, kjo ka të bëj, kjo është pjesë e jetës së njeriut, me të cilin njeriu duhet, pra, është pjesë e fesë. Edhe sjelljen e mirë prej dietarëve që nga konsideruar si edhe kushti i fesë. Tamam, që njeriu që ti ke dituri, ti mëson, ti joje, ama sjelljen e keqe e ke berbat, ajo të dëmton krejt ato aktivitete atë punë të cilën ti e bën. Sa dush fol, po kur ta shohë një sjellje e keqe, ajo ta shkatron atë në sytë e tyre. Pra, më në fund rezultatet e mundit tënd
në zero. Pse? Sepse ti e prishja. Pra, kjo ka të bëjë me të gjithë. Kjo prandaj ne duhet të jemi të butë, duhet të jemi të sjellshëm, duhet të jemi durimtar, sabërli, duhet të jemi të urtë, të mençur në predikimin dhe praktikimin e fesë tonë me të cilën ne jemi të obliguar. Allah shpërbleft. Me gjithë ty. Edhe kjo lidhet me pikën a është e mundur të jesh praktikues i fesë dhe njëkohësisht aktiv në shoqërinë moderne. Pa pikë dyshimi, është shoqëria në të cilën ne tash jetojmë dhe për të cilën temë kemi folur dhe do të flasim të ardhmen. Pra ti si musliman mund të studiosh, ti si musliman mund të punosh, ti si musliman mund të ndihmosh, ti si musliman mund të udhëheqësh. Pra ti si musliman ti jesh aktiv dhe të ndihmosh shoqërive tjera, por pa pikë dyshimi brenda kufive të halalit. Siç thot Allahu subhanahu wa taala, thuaj punoni. Kul ya'malu fasayara Allahu amalakum. Thuaj punoni, Allahu do ta shoh punën tuaj. Punoni. Ne duhet të punojmë. Dhe kur kush nuk të pengon që të punosh, ti je i lirë për të punosh. Dhe kujdesu vetëm çka punon si punon. Dhe ti do të punosh. Dhe ne si shoqëri do të jemi aktiv, do të jemi punëtor, do të jemi hulumtues, do të jemi kërkues të diturisë, do të tregojmë interes për dituri, do të jemi të shkath, do të jemi të avë, do të jemi aktiv, do të jemi të syqelur, sy hapur, do të jemi me energji, do të jemi të gjallë. Kështu në urdhron dhe kërkon Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-qawiyyu habbu ila Allah min al-mu'min al-dhaif. Besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu se besimtari i dobët. Ata janë besimtarë, të dy janë besimtarë. Por më i mirë dhe më i dashur tek Allahu është i forti. Ai që i ka veçanërisht dy forca që i ka bashku, forcën imanore dhe forcën fizike. Se mundet të jetë i fortë shpirtërisht, po jo fizikisht. Ha? I dobët. Ska kuvet. Ama me iman është, mashallah, fal namaz natë, lexon Kur'an sen, por ti thosh ta bën një punë fizik ose diçka, nuk më. Ama dikush është shumë i fortë fizikisht, ha? Ditë për ditë shkon fitness. Mushkullat i ka bëu për merak, ama 2 kg i organ për sabah suni largon. Shpirtërisht është shumë i dobët. Kush është i mirë? Më i mirë është ai i cili është i fortë. Shpirtërisht pra i bashkon të dy forcat. As shpirtërore, imanore dhe atë fizike. Kështu që besimtari më i mirë, më i dashur tek Allahu është ai i cili është më i fortë se ai i dobët. Dhe ai i dobët është besimtar, por jo më i dashur tek Allahu se ai i fortë. Kështu që muslimani duhet të jetë i fortë, duhet të jetë i gjallë, duhet të jetë i avë, duhet të jetë aktiv, duhet të jetë punëtor, duhet të ndihmon të tjerë, të lënë shembull, të punon, lëviz. Ne si shoqëri jemi dobësu. Dhe atë dobësi unë e shohi si shihni gjë herë që revoltohem dhe që prekim shumë, atë dobësi shohi në mos prezencën e vëllezërve në namaz me xhamat. Shohi se shumë e ndopsu vllaznia. Deri në 12 ora jo problem, nuk është me nejt. Rin. Kret lojet matchat e futbollin e përcjellin ndjekin ose me nejt me lujt lojra ku sa diçka se. Ama nuk kanë forcë me ardh me fal namaz, me udhëzu me fal namazin e sabahit me xhamat. Nuk kanë mundësi, thot jam i lodhët me ardh në xhami me fal namazin me xhamat. Me nejt vonë nuk i ka problem. Ose me bo diçka tjetër nuk i ka problem. Ka për atë forcë, ama me ardh 10 minuta me nda, me fal namazin. Pra, shohi se jemi të pësu na forsofti madhi Allah. Kështu që në këtë kohë moderne, edhe njëre përsërisim, muslimani mundet të jetë i fortë, mundet të jetë aktiv, mundet të punon, mundet të udhëheqë, këtë. Ne jetojmë. Allah me barek, do vlezër, do motra, për t'i marrë shembull, sa aktiv, sa punëtor, çfarë arritin në jetën e tyre, në lëmi të ndryshme, qoftë në atë medicinës, qoftë atë teknologjisë, pa marrë parasysh pra arritje të mëdha. Po kreta ju arritje nuk bëhet me gjumë, bëhet me punë, bëhet me lodhje. Ne duhet të lodhemi për të arrim. Për të arritur edhe në botën tjetër veçanërisht ne duhet të lodhemi në këtë dynja. Ti nuk mund të arrish botën, nuk mund të ish prej xhenetlive duke flet 24 saat. Nuk mund të ish prej banorëve të xhenetit duke mos fal namaz. Nuk mund të ish prej banorëve të kimë lodh, ti në këtë dynja për të lodhesh. Ti në këtë dynja për të lodhur. Ti do të jesh qetë, rahat mirë kur ti jesh në botën tjetër në xhenetit të Allahut azza wa jall. Këtë dynja do të lodhesh, do të shkosh në punë, do lodhesh.
puna jote është ibadet, është adhurim, kërkimi nafakas është adhurim, duhet të hulumtojsh, studiojsh, të lexojsh, po, ajo këtë është lodhje, pra ai është adhurim ibadet për të cilin do të shpërblehesh, pra ti do të lodhesh për të shpërblehesh. Kështu që të shfrytëzojmë kohën në të cilën ne jetojmë, dhe këtë në shekullin të cilin jetojmë, vitet të cilet jetojmë, ne të shfrytëzojmë me punë të mira, me gjëra të mira, edhe normal brenda kornizave të fesë islame, gjithçka që është halal dhe është mirë. Allah shpërblet hoxh. Bashkë me ty. A mundesh edhe një caktim, do shta po kam frikë mos të keq kuptojnë njerëz, Po, kur e thua që Allah do këtë më i dosh është tek Allah i furti, po, me forcë. po. Besoj që e ki fjalën ju për atë njerëz që Allah nuk ju ka ep mundësi force, për ata që nuk e forcojnë veten. Bravo. Allah shpërblet. Pra, normal kështu mundeni me na kujtu pakës se mund na ikin do gjëra, pastaj me vetë ka keq kuptime. Ti mundesh të jesh i sprovuar fizikisht, të jesh i dobët. S'ke fort. Kanë imunitet, ke parasysh. Po këto është për qëllim për një besimtar që ka forcë dhe forcën e tij nuk e shfrytëzon, ose ka mundësi të bëhet i fort, por nuk do të bëhet i fort. Tamam? Çka di bëjmë ne atij i cili është i smur dhe është në shtrat me vite, por imani i tij Allahu me barek, po ja, nuk mundet. Tamam? Ky dëshirën e ka, mundësinë nuk e ka. Ky shpërblimet tek Allahu i ka të dy. Flasim për atë që ka forcën dhe nuk e shfrytëzon, dhe flasim për atë i cili ka mundësi të jetë i fort, por nuk do të jetë i fort. Dhe vazhdon që të jetë i dobët. I dobët. Allah shpërblet. Kisha frikë pak se mos të keq kuptojnë njerëz. Mirë është bëhen do korrigjime që mesazhi të arrije tek vëllezërit dhe motrat ashtu siç duhet dhe të mos ketë keq kuptime dhe mos ketë hapësirë për keq për ose manipulime të incizimeve dhe misioneve siç jemi dëshmitar tash në kohën e fundit, domethënë bëjnë shkëputje dhe përhapen fjalë, domethënë jo saktë, jo të vërteta dhe keq interpretuar. Rrezikshme sot ditë sodit. Po. Cilat janë gabimet më të shpeshta që bëjnë besimtarët sot? Gabimet më të shpeshta të besimtarëve sot në fillim është si gabimi i parë një fe pa dije. Nuk ka gabim më madh. Praktikojsh fen, ti je besimtar, mos të kesh njohuri dituri. Edhe mos ta dish pse beson, çka beson, çka është kjo fe. Pra, pa dije, duke ditur se ne Allahu na urdhëron dhe ajetet e para të cilat Allahu i ka shpallur janë ajetet e ajetit leximit, ajeti i parë lexo, të cilin ai çdo herë, në çdo emision, çdo ligjërat, në xhami, pra lexo, diçka që duhemi të apërsim të tjerëve se feja islame është feja që kërkon për hulumtim, për studim, për mësim. Dhe Allahu që thot fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Dije thot, njihe se Allahu është i vetmi Zoti një. Ama thot mësoje, dije. Se ti pa dije nuk mund ta njohësh Zotin tënd. Pra ti do kesh një fe e pa kuptim të shprazët pa ndjenja. Dhe pastaj ajo fe dhe praktikimi i asaj feje nuk e ndryshon gjendjen tënde pastaj, sepse ti je të adhuru dikë që ti nuk e njeh. Ti beson në dikë që ti nuk e njeh, ti duhet ta njohësh atë. Prandaj Allahu thot falem, dije, mësoje se Allahu është, pra përmes mësimit, përmes kërkimit, hulumtimit do ta njohësh Zotin tënd, edhe pastaj çka thot, kërko prej tij falje. Pra kërkimin e faljes e ka lënë në fund. Në fillim duhet të mësosh kush është ai dhe si të kërkosh falje prej tij. Pra, kjo është gabimi më i madh prej gabimeve të shpeshta. Pastaj gjykimi i shpejt. Që shumë kemi qef të gjykojmë njerëzit. Pa menduar hiç as pak se çka fshihet në brendinë e njerëzve. Se vallahi, e kjo frymarrje të cilën ti tash e bën, është frymarrje të cilën edhe shpresoj që vllau drejtoni, i cili rregullon incizimit video që ta lanë, domethënë ty mos të heke
se si mu refrym, kështu marrin frym, s'është interesant, për herë kur u aciki këto gjëra vëllezërve. Kur them se në brendin e çdo njeriut, ne nuk dim se çka fshihen. Kjo aludon në atë se çdo kush në brendin, se ti si Dardan, në brendin tënde, në shpirtin tënd, ke hallet e tua, ke brengat e tua, ke mërzit e tua, ke gajlet e tua, si çdo njeri tjetër. Tash, nuk është e rrugës unë ty të gjykoj, të para gjykoj. Dhe ne nuk jemi në këtë dynja të i para gjykojmë njerëzit. Në këtë dynja jemi të i thirim njerëzit, të i shpëtojmë njerëzit, të i këshillojmë njerëzit, të ndihmojmë njerëzve. Kjo është ajo përgjithësia jonë. Kjo është e cila do të na bën dobi neve, do të na sjell fajde dobi neve në dynja në ahiret. Allahu subhanahu wa taala i dërgoi pejgamberët për të i thrasin popujt e tyre në njëshmërinë e Allahut azza wa jalla, në tauhid. Nuk ishin ata gjykues, ato ishin thirrës. Allahu është ai pacil, pastaj ndurt Allahut janë rezultatet. Përgjigjen, pranojnë, nuk pranojnë, ofendojnë, nënçmojnë, shajnë, fyjnë. Pra, një prej gabimeve gjykime. Ta është veçanërisht. Një foto postohet, ky, kështu. Tash me inteligjencën artificiale, me foto të ndryshme, tash rrjetet sociale u mushën me inteligjencë artificiale. Tash i padituri gjykohet i ditur. I dituri gjykohet i paditur. Pse? Për shkak se krejt postimet, shënimet, përkthimet, gjithçka bëhen me inteligjencën artificiale. Tash më i padituri u bë më i ditur. Dhe tash unë shumë e shoh rrugës dhe besoj kjo ka qenë është një prej shkaqeve tash që pak më pengon të bëj edhe incizime të videove, që nuk bëj tash shpesh incizime, edhe të api kështu shpërndaj do mesazhe, do këshilla, për shkak të asaj se e hupi vlerën edhe ajo, subhanallah. Edhe thon tash shumë më rrugës më mirë është që shënimet, përkthimet të bëhen thjesht në dialektin e gjuhën tënde, ta kuptojnë se kjo vjen direkt prej teje dhe nuk ka të bëjë me inteligjencë artificiale. Vërtet. Përdor fjalë, terme, kështu të dialektit tënd, gjuhës tënde, të atij fshati ti prej ku vjen, çfarë gjuhë të cilët ti e din, vetëm bile mos përdor shumë terme gramatikore që mos mendojnë njerëzit se është me inteligjencë artificiale. Kjo është koha. Po ja ka nisë edhe inteligjencën artificiale më mësua. Po edhe jo e ka nisë, po edhe inteligjenca artificiale ta jep hiç pa pik problemi tekstin ose përkthimin të atij dialektit që ti e kërkon. O zotruna. O zotruna. E tash, në çdo mënyrë çka të bësh, si të bësh, do të gjykosh, do të paragjykosh. Është gabim dhe ne nuk duhet këtë ta vëmë. Pastaj gjithashtu morali i dobët. Morali i dobët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte në shkallën më të lartë të moralit. Ne jemi pasues pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të jemi të moralshëm, do të jemi të sjellshëm, të mirë, të butë. Atë që lexojmë Kur'an, që ajo do të jetë ne. Atë që lexojmë, që mësojmë nga suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ajo do të jemi ne. Syefaqësia, prej gabimeve më të shpeshta dhe më të rrezikshme, syefaqësia. Sa punë sot bëhen për syt njerëzve, për çejf të njerëzve, për t'i kënaqur njerëzit ose për t'i provokuar zemrat e njerëzve. E larg për ta kënaqur Allahun subhanahu wa taala. Sot çdo xhami ku hyet, ku falet namazi, fotografojnë njëri tjetrin, e fotografon shokun se si shoku e fal namazin. E pastaj e dërgon foton dhe e poston. Ose duke lexuar Kur'an ose duke bëu dua, pra aty për aty bile i thot fotografom dhe i çon durët përpjet duke u lutur Allahun që këtu s'ka të bëj kur gjë, po me ibadet me adhurim. Kjo është vetëm syefaqësi. Kur çohish sa punë bëhen për syefaqësi, sa pak bëhen me sinqeritet për Allahun azza wa jall, Allahu na fal. Na uzoft kurse nëse vepra nuk është e sinqertë për Allahun, Allahu nuk e pranon atë vepër. Nuk e pranon. Nuk e pranon. Allahu i thotë shko ti vepra dhe atë për të cilën e bën shkon në xhenem. Se Allahu s'ka nevojë për veprat tona, për punën tona nëse nuk i bëjmë me sinqeritet dhe nuk i bëjmë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj neglizhenca e namazit, humbja e kohës, kështu që shumë gabime të shumta të cilat i bëjmë fatkeqësisht. Xhallahu të shpërbleft. Bashkë me ty vëlla. Amin. Po arrim pak në përfundimin e këtij episodit, edhe pse kemi hala pika, po
koha, Ti përmbajmë, Ti përmbajmë kohës. kohës. Po. edhe kisha pas dëshirë mi mbaru nëse ma mundëson me një eksperiencë personale, sa i përket Po. pikës parë që ceke njohëri ndaj krijuesit ton. Po. Nuk i ndajtoj normal, po një hall që ne kum pas para disa vite, ndoshta tash, cilin e kum pas qau me ty, si thonë, dhe më kujtoj se më ke pas thonë mos me ndo keq për Allah. Edhe se thonë tash më ke ro pak diqysh humbe, se thonë na të na se thonë qashtu, e nuk e kuptesha pse po më thuti mu mos me ndo keq për Allahun. Se mu nuk më do keq se isha të me ndo keq për Allahun. Se ish një sprov, do shta ju sprov, po ai u ka do më thonë një etapë e jetës, edhe në atë pjatë saj ditës kër e kom kuptu se do të mi njoft krijuesin tënd, që mi kuptu pastaj se ç'është është sprova, ç'është pron tek adhurimi, tek kërkimi i faljes, Hajri bereqeti sprovës, të sprovës. pjesësaj. edhe ai e ndryshon komplet pamjen e tjetës. Pra, dalu këtu se njohja e Zotit tënd, njohja e krijuesit tënd, ty ta bën që ti në çfarë do situate të jesh, ti do të jesh me mendime pozitive, të mira. Dhe si rezultat i mos njohjes së Zotit tënd, krijuesit tënd, ti edhe në situata të mira do mendosh keq për Zotin tënd. Pse për shkak ke një. Prandaj kërkohet, siç e kishim marrë ligjëratën, pra njohja e emrit Allah. Allah. Kur ta njohish emrin Allah, Allahun, Zotin tënd, do të kuptosh se gjithçka kthehet te ky emër. Dhe ti ma çdo herë, çdo situatë, çdo moment ti je vetëm me mendime pozitive. Edhe nëse je në një sprov më të rëndë, por ti e din se kjo vjen nga krijuesi yt, edhe se mas kësaj sprove shihen shumë gjëra të mira që i di vetëm i gjithur ti Allah subhanahu wa taala, ti nuk e di. Kështu që thjesht çdo herë je qetë rahat. Shpirti yt është i qetë, është i rahat. Sepse ti gjithçka dhe për gjithçka ti kënaqesh me krijuesin tënd. E din se ato vijnë nga vullneti dhe dëshira e tij. Dhe ti nuk mund ta pyesish Zotin tënd pse e bëni. La yus'al amma yaf'al, wa hum yus'alun. Ai nuk pyetet pse e bëri, por ne pyetemi pse e bën këtë punë e keqe. Pse? Sepse ne jemi krijesa, ai është krijuesi. Allah shpërbleft. Me gjithë ty vëllai. Amin. Allah shpërbleft. Edhe kur thonë kur themi mos mendo për keq për Allah, nuk është në mënyrë direkte, se e di se shumë njerëz kanë mendu, kanë thonë po nuk mendoj keq, po është në mënyrë indirekte. Ja është shumë persona të cilët kanë sikur unë që kam pas vështirësi mi kuptu se çka do të thotë. Na boftë Allahu nga ata të cilët gjëri do mendojnë mirë për krijuesin, për Zotin tënd. Amin. Edhe herë hoxh Allah shpërbleft Gjithë ty Dardan, Allah shpërbleft nga toftë. Amin, bashkë me ty që në këndo për podcastin, Allah shpërbleft edhe njëherë vëllezërit dhe motra që kontribuojnë për këtë projekt. Edhe ata cilët kanë bën një dhe dëshirën që të ndihmojnë. Allah shpërbleft edhe ata. Shpërbleft edhe sponsorët, cilët i kemi, edhe shihemi inshallah në episodin e ardhshëm. Allah të rujtë. Amin bashkë. Allah na mundsoft. Selamun alejkum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.